për shembull. A mendoni që presidenti Rugova ka qenë dezertor? Unë besoj që Rugova ka një kontribut të jashtëzakonshëm në historinë e Kosovës, por është plotësisht e vërtet që në kohën e krizës madhe ai ishte një lloj dezertori. Në një kuptim është e rombe kjo Altin se është president historik. Dëgjoj, për mua kontributi i Rugovës është jashtëzakonshëm. Po do të kujtoj Ismail Qemalin për të shpjeguar Rugovën. Edhe Ismail Qemali ka drejtëhijet e veta. Ismail Qemali është njeriu më i rëndësishëm i shekullit 20 në Shqipëri, sepse ai flamur që vuri në atë çast, në atë moment i dha botës shenjë që ne këtu jemi shqiptar. Po dhe ai ka drejtëhijet e veta, dhe ai ka historitë e veta të këqija. Për shembull, me Greqinë, dhe ai ka historitë e veta të këqija. Po azbe historia njollat e errta të Ismail Qemalit, madhështinë e Ismail Qemalit, jo, e njëjta gjë për Rugovën. E vërtet, por madhështia e Rugovës është jashtëzakonshme. Po i ka përmendë edhe njerëz, për shembull, kemi pas tani na shumë reagime që domethënë ka qenë një komandant që e ka vrarë shtarin. Besoj ke po këtu. Unë nuk i njoh personazhet, unë nuk kam njohuri. Po e ke po intervistën. Po, nuk kam njohuri, po unë një gjë kam mësuar në Shqipëri dhe këtë mund të bëhem garant me fytyrën time, me jetën time, me moralin dhe me nderin tim. Dretan Goxha nuk është nga ata njerëz që gënjen, është nga njerëz më ndershëm që kam njohur në jetë. Domos nuk djali Delaveri është problem, po. Është nga njerëz më ndershëm që kam njohur. Çka do të ndodh me dialogun Kosovë-Serbi sipas juve? Dialogun Kosovë-Serbi, po. A do të vazhdoja? Çka do të ndodh? Që në vitin 2025 që erdhi administrata Trump ka ndryshuar historia e botës, pasi ka filluar një rend i ri të ndërtohet, i cili është shumë i rrezikshëm. Kosova i ka bërë një dëm të jashtëzakonshëm vetes në këto 6 vjet, më falë, këto 2 vjet kur bota është në tsunam, varka jon ka nevojë që të drejtohet mirë. Ai ka krijuar një krizë permanente, absurde në Kosovë, dhe mbi të gjitha ka vrarë personazhe, në kuptimin politik të fjalës, ka vrarë personazhe që ishin shumë të shëndetshëm për, si thosh, një lloj koordinimi të kësaj varke, Vjosa Osmanin. Unë se kam dashur Vjosa Osmanin, e kam akuzuar gjithmonë Vjosa Osmanin. Por Vjosa Osmani duhet ishte presidentja e Kosovës, s'duhet kishte krizë Kosova, sepse ishte i vetmi person i preferuar nga administrata. Dhe arsyeja pse Albin Kurti ka 22 vjet që bën të njëjtën gjë me Amerikën dhe rastin e Vjosës e bëri që Kosova të mos ketë një busull orientuese. Vjosa ishte një busull komunikimi ndërkombëtar në një tsunam botëror ku ka rëndësi shumë se lëviz varkën, se mund të mbytesh. Dhe në rastin konkret, mund ta them me plot gojën, Kosova është në një hall të madh sepse ky tsunami i madh e ka lënë anijen e Kosovës patimonier. Jemi në rrëmuj totale. Albini nuk është një përfaqësues i cili mund ta mbajë një timon në kohë krize një vjeçare, që e ka krijuar ai, e mban ai këtë krizë, sepse kjo i duhet Serbisë, kjo i duhet armiqve të Kosovës, një krizë permanente që të jetë e paaft për të qenë në lojë. Kosova është jashtë loje sepse s'ka një qeverisje të njohur në nivelin e asaj që quhet lëvizje e çastit. Shqyr që ka interesa të mëdha që luan, siç është rasti i interesave ushtarake, që e mban Kosovën në kontroll, shqyr që ka një ndihmë ushtarake, në një kohë që Serbia është e gatshme për luftë. Po punon për luftë. A do bëj luftë? A Serbia vetë nuk e di. Aty do e di koha se do lëvizi. Askush nuk e njeh të ardhmen e sotme. Po zgjedhje si parashën në Kosovë? Si fatkeqësi e madhe kombëtare në Kosovë. Unë do të kujtoja për zgjedhjet e tanishme në Kosovë, një histori që ka ndodhur në Kosovë në 1111-ën, kur serbët sponsorizuan ardhin e sultanit në Prizren, e sollën me tren. Në atë kohë se nuk e din shqiptarët e Kosovës që ka pas linje kurudhore në atë kohë, në Kosovë, Stamboll. Nuk e din, po ja kujtoj unë që edhe unë se kam pas ditë dhe kam mësu, dhe zbriti sultani, dhe kur zbriti sultani 100.000 shqiptar, përballë gjithë fotografëve ndërkombëtar, dhe midis kamerave, unë kam parë të filmuar këtë skenë midis kamerave të kohës, mendoj 111 me kamera, i kishin sjellë gjithë këta që të shifshin që në Prizren u ul popull, 100.000 njerëz u ulën tokë dhe u falen turqisht ke padishah. Në atë moment thanë, kufiri do të jetë Prizreni, nuk do të jetë më ai që kishin menduar ata, që do ishte gjithë Kosova pjesë bashkë me Shqipërinë. Ky ishte një mallkim që i bën vetes, kur sapo i kishin varur me mira shqiptar të Kosovës kryendritje kundër perandorisë osmane, dhe ky mallkim do ta ndjekë Kosovën dhe në rastin e këtyre zgjedhjeve, ku ata do zgjedhin Albin Kurtin, do ja bëjnë vetes, po këtë do ta kuptojmë mas 10 vjetësh, kur të fillojë shpopullimi, të duket si në Shqipëri. E kam një musafir mbrapa skenës që është i shështori i Shtërisë Ligjore të Kosovës që nuk mendon siguri, a më lejon me ftu sonte? Më fal, unë mund të them vetëm një gjë si hyrje për pozicionin tim. Unë besoj shumë ke liria e shprehjes, po mendoj që liria e shprehjes është një fjalë rreme. Unë besoj ke liria e dëgjimit, jo e shprehjes. Për shembull, çdo thot, unë besoj që të gjithë ne kemi drejt të dëgjojmë gjitha alternativat. Unë do të dëgjoj dhe Hitlerin çfarë thot. Absolutisht. Por ama nuk ka të drejtë fjalë Hitleri, po ka mund drejt dëgjimi për të. Pra, Hitlerit nuk është se do të jepet liria e fjalës. Do të jepet vetëm mundësia që Altini dhe shokët e Altinit dhe kushdo tjetër të marrë ofertat. Të dëgjojmë ç'thot. Pra unë jam pro në mënyrë absolute çdo kujt që të ketë drejtën e fjalës dhe
Do luftoj fort për të drejtën e tij, kushdo që të jetë. Pse? Se ne na duhet të kemi ne drejtën e zgjedhjes se çfarë mendojmë dhe jo të na mësojnë të tjerët siç bëjnë televizionit që na tregojnë çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar. Prandaj vi unë këtu ke ty gjithë qef e Do të gjitje për Aldinit. A i ftojmë, edhe ajo është koqë i guximshëm, po është pru kryeministrit Kurti, me neve sonte. Shumë shok të mi, mish të mi me Albin Kurti. Po, snajperisti koshorët Musa Smoli e ftojmë me dartëgritjet në. Hajde Mus. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Faleminderit shumë që erdhe. Përshëndetje dashur. Respekte. Gjithashtu. Mus besoj dëgjove bisedën. Unë ndëgjova bisedën edhe po him tim fill ndash. Pse? Po çfarë po kam qef. Okej. Për me hin tim e ndëgjova mirë me vëmendje këtë burrën e Shqipërisë, jeni vllave im, po je vlla i djallëzuar. Unë jam shumë i ndershëm mbi këtë familje. Mirë, më vjen kesh për te, po unë e them mendimin tim. E merr këtë cillës kam merr dhe tuam çe. Njo. Çka është kjo? Kjo është ky komandant Badri Manxholli. Pe e prezantoj desh aktivi shpak më du. Kjo gazet është që e kum lënë familjen në Amerikë, gruan me 2 vajza, shkruan gazeta e Amerikës, Dallas Morning News, Ethnic Albanian që që lënë gruan e fëmijën e kum shit pasurin gjithçka për atë dhej. Për që ta dhem si po fol kë. Këtu është restorani, e jam që e kum shit që ku jam këtu. Pa e morë ko shumë. Këtu jem snajperisti më i mirë në Kosovë. Kusht ka shef 2 vjetë ku më shtru në shtëria amerikane. Po, e vërtet, sun ta jam i ardhën po. Kjo është luftëtari i Kosharës. Respekte. Faleminderit. Ky është biznesi